Tani situata të ngjashme si të rasti që ju po e përmenin nuk janë të pakta. Unë e thash qysh në fillim që problemet më të mëdha gjatë punës tonë, po edhe punës gjykatës, si dhe të akterëve të tjerë, janë pikrisht të rastet kur ish bashkëshortët dhe partnerët nuk gjejnë një gjuhë të përbashkët edhe një mirëkuptim për vazhdimin e jetës tutje pas divorcit, për shkak se nuk përfundon gjithçka me divorcin. Pra, përmes procedurës së divorcit merret një vendim ku gjykata ka vendosur për kujdestarin, gjykata ka vendosur për kontaktin e prindit tjetër i cili nuk e ka kujdestarin. Këtu edhe fillojnë pastaj problemet, sepse jo gjithmonë këto vendime të gjykatës zbatohen për fat të keq. Sidomos problemet lindin te rastet e kontaktimit të prindit i cili nuk ka kujdestarin. Pastaj probleme kemi edhe te pëlqimet, te autorizimet për udhëtime jashtë vendit, apo edhe për me jetu në një vend tjetër, sepse nuk është me patjetër e domosdoshme, një çift i cili ka ndarë rrugë duhet patjetër me jetu në vendin ku edhe ka përfunduar martesa. Në raste të tilla është shumë e rëndësishme me potencu që nuk ka mundësi që prindi i cili ka kujdestarin me ja mohu kontaktin prindi tjetër në asnjë rrethon. Në të vetmen rrethon kur i mohohet kontakti ose kur i pamundsohet kontakti, është kur prindit i cili nuk ka kujdestarin i heket zotësia e veprimit përmes një aktgjykimi të plotfuqishëm. Në çdo rast tjetër është shkelje shumë e rëndë pengimi i kontaktit të prindit me fëmijën. Tani jo gjithmonë është i mundshëm kontakti në mënyrë fizike. Ne jetojmë në një epokë ku mundësit për me realizu kontaktin janë të shumta, janë të ndryshme, është telefoni, janë rrjetet të ndryshme sociale, gjithmonë me kushtin që në momentin e parë që krijohen mundësit për me realizu kontakti fizikisht, të kompenzohen edhe ditët e humbura kur ka qenë e përcaktuar sipas vendimit të gjykatës. Unë mendoj që këtu problemi janë shumë serioze, për faktin se nuk ndikojnë vetëm tek gjendja emocionale e prindërve, po ndikojnë shumë edhe te gjendja emocionale e fëmijëve, sepse një fëmijë ka nevojë për figurën dhe atashimin e dy prindërve në jetën e tij. Nuk është njësoj rritja me të dy prindrit sikur rritja me njërin prind. Po ashtu nuk është njësoj në qoftë se një fëmijë rritet me njërin prind i cili veç ka kujdestarin, por i mohohet e drejta për me kontaktu me prindin tjetër, i cili veç se është ekziston, është diçka që nuk mundesh me mohu dhe nuk mundesh me fshi gjithë jetën. Ata fëmijë rriten, kërkojnë informacione, kërkojnë arsye mbi atë se çka ka ndodhur gjatë gjithë jetës. Pra e përkrajnë të gjithë, psikologët, ekspertizat dhe studimet të ndryshme që fëmijët kanë nevojë për prezencën dhe figurën e të dy prindërve në jetën e tyre, pavarësisht nëse ata prind kanë vendosur të jetojnë bashkë apo jo. Si procedurë sa zgjat zakonisht dhe kur mund të dihet një rezultat konkret i kësaj çështje? Tani procedurat e tilla ndryshojnë nga rasti në rast. Do të ishte jo profesionale nëse e themi një periudhë kohore sa do të zgjasë, për shkak se nuk ka një kohë, është mvaret shumë edhe nga numri i lëndëve që kanë gjykatat. Për shembull, nëse një rast i tillë kish me ndodhur në komunën e Prishtinës, aty ku mbulohet nga gjykatat në Prishtinë, me shumë gjasë do zgjat më shumë. Në komunat e tjera që numri i banorëve është më i ulët, zgjat më pak. Pra, mbaret shumë edhe nga numri i lëndëve që ka gjykata dhe nga prioriteti që gjyqtarët i japin rasteve të tilla. Edhe pse ne kemi një praktikë juridike që thuhet që rastet familjare trajtohen me prioritet të lartë, po jo gjithmonë ndodh kështu. Kush ka të drejtat e kujdestarisë në raste të zakonshme po flasim? Është gjithmonë nëna ajo që e ka përparësi? Praktikisht po, është nëna ajo që ka përparësi në raport me kujdestarinë e fëmisë, sidomos kur fëmijët janë të vogël në moshën 10 vjeçare. Prej kësaj moshe, pra mbi 10 vjeç e tutje, fëmijët edhe pyeten nga punëtori social dhe psikologu, përkitazi me dëshirat e tyre, po jo që gjithmonë vullneti i tyre është përfundimtar, për shkak se janë profesionistë të fushët, cilët vlerësojnë se cili është interesi më i mirë i fëmijës. Po ka dhe situata kur fëmijët edhe pse janë të moshës vogël, pranon moshën 10 vjeçare, i besohen babait për arsye dhe rrethana të ndryshme.
Megjithatë, po flasim, ndoshta po i referohemi rastit të Ferës, po rastit të Ferës ka shumë, besoj. Ka shumë prindër të cilët ndoshta po shkojnë drejt procesit të njëjtë. Sa i përket kujdestarisë, sa është e vështirë realisht për një fëmijë të jetojë vetëm me njërin prind dhe si funksionon orari i kujdestarisë edhe për prindin tjetër? Tani këto raste variojnë. Nga rasti në rast, të nesh kriju një praktik juridike ku fëmijët deri në moshën 10 vjeçare i besohen nënës, vetëm në raste specifike ku nëna nuk ka mundësi me u kujdesu se ka ndonjë problem, ose kur veç prej dëshiren ose vullnetin që fëmijët me ju besu partnerit. Kryesisht fëmijët të cilët i besohen nënës ose anas jeltas, mundësot kontakti me prindin tjetër, gjithdo të dytin vikend, pasta janë dita e dytë e festave zyrtare, festave fetare, janë pushimet verore, janë pushimet dimrore, është gjithmonë dita e dytë e ditëlindjes së fëmijës dhe prindit i cili nuk e ka kujdestarin, por kemi edhe raste kur kontakti lihet i lirë, për shkak se prindrit gjatë rrugtimit kanë arrit me pas një bashkëpunim ose mirëkuptim mes tyre, dhe kontakti i lirë realizohet pastaj qysh prindrit mirën vesh me zveti. Çka ndodh nëse kjo nuk respektohet nga njëra pala apo tjetra? Tani mos respektimi i vendimit të gjykatës në parim është vepër penale. Dhe procedura fillon në qoftë se pala tjetër e bën denoncimin ose e njofton organin përkatës.